ولا في السماء وهو السميع العليم أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء جعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Falenderimet, lavderimet, lartësimet i takojnë vetëm Allahut fuqi plot. Atë falenderojmë, lavderojmë, lartësojmë për çdo begati dhe mirësi të cilat ai Allahu sunduesi i gjithësisë na i ka dhënë. Atë falenderojmë për zemërsisht për begatitë dhe mirësitë që na i ka dhënë, siç janë shëndeti, familja, pasuria dhe begatia dhe mirësia më e madhe është udhëzimi. Dërgojmë selamet dhe salavatet për pejgamberin sallallahu rabbi wa salamuhu alayhi, bi familjen e tij të ndershëm dhe mbi të gjithat të cilët e pasojnë ndjekin rrugën e tij deri në ditën e llogarisë. Të ndershëm vëllezër dhe motra, ne me lejen e Allahut fuqiplot do të fillojmë një shoqërim në mexheliset e hajrit të dobishëm. Dhe për këtë arsye ne jemi posaçërisht falenderosë atij Allahu fuqiplot i cili na begatoi që ne të shoqërohemi me fjalën e tij, me fjalën e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Dhe për këtë arsye ne kemi përzgjedhur që të shpjegojmë apo komentojmë apo të shoqërohemi me librin Adabul Mufrad, që do të thotë me një kuptim të lirë apo të thjesht etika profetike apo enciklopedia etikës pejgamberike. Autori i kësaj libri, me do mos kjo libër është e njohur, e përkthyer në gjuhën shqipe dhe autori posaçërisht është i njohur Imam Buhariu apo Ebu Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari. E ka marrur lakabin për arsye se ky ishte i lindur apo edhe ka jetuar në Buharën, në Semerkandin e sotëm, por më së shumti kjo u bë i njohur me veprat e tij dhe me kontributet e tij. Dhe me do mos kontributi apo vlera më e madhe e tij apo me çka është bërë ai i njohur tek ne është Jamiu Sahih al-Bukhari, libra e tij më e famshme mbas Kur'anit famlart, që do të thotë për mbledhja e haditheve të sakta të vërteta të Imam Buhariut, për arsye se Imam Buhariu kishte kritere të larta dhe ishte i rrept në kuptim që nuk merrte hadith nga çdo kush, nuk merrte transmetime nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga çdo kush. Dhe për atë arsye ai u bë i njohur dhe paramendone ku shumë nga ato kishin shkruar për biografinë e tij, për jetën e tij, për shkrimin e tij, dhe thonin se mbi 1000 hoxhallar apo mbi 1000 njerëz kishte vizituar dhe kishte kërkuar hadithin, por nuk i merrte nga çdo kush. Paramendone një njeri i cili në atë kohë ai kishte lindur në vitin 194 Hijri, ka fundi i shekullit të dytë, apo në vitin 810 sipas kalendarit gregorian, dhe kishte ndërruar jetë në vitin 254 sipas kalendarit hijri, apo në vitin 870 të kalendarit gregorian. Dhe paramendone në atë kohë, në shekullin e dytë hijri, ai i ka vizituar mbi 1000 vetë nga Semerkandi në Irak, më tej në Misër apo Egjipt, dhe paramendona ato një me qindra dhe mijëra kilometra, me ditë dhe javë dhe muaj dhe vite pa lodhur, jo i mërzitur vetëm për ta kërkuar transmetimet hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe për t'i përmbledhur që ne sot t'i kemi të gatshme, t'i lexojmë në shtëpitë tona. Dhe paramendone ku Imam Buhariu në Jamiu Sahih al-Buhari, në Sahihun e tij apo librin e tij më të famshëm, paramendone ai kishte mbledhur mbi 7000 hadithe të papërsëritura. Dhe paramendone ku Imam Buhariu transmetohet në disa jetë përshkrimet e tij, ku thuhet se Imam Buhariu para se ta shkronte, para se ta shënonte një hadith, ai u lante, u pastronte, i falte 2 rekat namaz dhe e shënonte vetëm një hadith. Në një jetë përshkrim tjetër thuhet se merrte abdes, i falte 2 rekat namaz dhe e shënonte hadithin. Paramendone subhanallahu çfarë dashurie ndaj fjalës së pejgamberit alayhi salatu wassalam, ndaj traditës apo sunetit të tij. Paramendone ku Imam Buhariu në Sahihun e tij kishte përmbledhur
hadithe të shumta, hadithe me do e mos me vlerë të madhe, të rëndësishëm për ne, dhe me do e mos kishte shkruar shumë kapituj. Dhe njërën nga ato kapituj është Kitabul Edeb, kapitulli i edebit, moralit, ahlakut. Por paramendone, Imam Buhariu në këtë kapitull kishte përmbledhur vetëm hadithe të saktë të vërteta nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, vetëm nga pejgamberi. Por paramendone, Imam Buhariu është poshtu i njohur me librin e dytë të tij. Ai është libri Kitab Edebil Mufrad. Libri i Edebil Mufrad, që do të thotë, siç kemi thënë, edebi i posaçëm i veçantë. Kur e kanë pyetur Imam Buhariun pse ja ke vendosur kështu titullin e kësaj libres, Imam Buhariu thoshte për arsye se kjo libër ishte veçantë nga Sahihu i Buhariut. Ai në këtë libër, me të cilin inshallah taala me lejen e tij ne do të shoqërohemi, ai kishte shënuar 1322 hadithe, 1322 transmetime. Ku nga to 1000 janë nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. 300 diçka hadithe transmetime janë nga sahabët apo të tjerët. Pra mendone. Dhe në këtë libër me të cilin ne inshallah bi'idhnillahi taala do të shoqërohemi, pra mendone ku vetëm kishte folur, kishte mbledh hadithe rreth edebit, ahlakut, moralit. Pra mendone ku Imam Buhariu kishte shkruar këtë libër në 644 kapituj, vetëm për edebin, ahlakun, moralin. Pra mendone ku sot dikush të flet për moralin, edebin e tjerë, ne ndodhemi në një mëxhlis ku pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë, me një mëxhlis ku lavdërohet, lartësohet, falenderohet Allahu fuqiplot, si nduesi gjithësi, si nduesi zemrave dhe shpirtërave tonë, Allahu i dërgon me lajket engjujt, dhe ato i shënojnë emrat tonë, emrat e atyre të cilët ndodhen në atë mëxhlis. Pra mendone subhanallah, ne ndodhemi në atë mëxhlis ku lartësohet, lavdërohet Allahu, shtrihet feja e tij, mësohet feja e tij dhe posaçërisht edebi, morali, ahlaku. Pra mendone ku ky libri Edebul Mufrad e tregon apo e përshkruan pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në formën më të përsosur, në formën më të mrekullueshëm siç ishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nuk e përshkruan pejgamberin alayhi salatu wassalam siç e përshkruan njerëzit e sotëm, një njeri i cili nuk kishte moral, një njeri i cili nuk kishte ahlak apo edeb, apo nuk ishte i kohës, apo ne nuk duhet ta pasojmë, nuk duhet ta ndjekim, por me të vërtetë nuk duhet ne gjithsekund nga gjithse kush të ndjekemi. Para mendone ne sonte vetëm do të flasim një hyrje e thjesht, e vogël, e shkurtër për arsye se nga java e ardhshme inshallah me lejen e Allahut ne do të fillojmë me kapitullin e parë, me hadithin e parë, transmetimin e parë, por me rëndësi është para se të hyjmë në libër. Me rëndësi është që ne të dimë pse ne e kemi marrur këtë libër, pse ne do të flasim për edebin, moralin, ahlakun. Për arsye e parë pse ne kemi zgjedhur këtë libër që ta shpjegojmë që ne të shoqërohemi është arsye e parë që ne kemi nevojë për edeb, për ahlak që ne të ngritemi. Para mendone ku të ndershëm vëllezër, ne ndodhemi në shekullin 21, në shekullin e teknologjisë, në shekullin e modernitetit, shekullin e init, shekullin ku ndjeken shumë njerëz të cilët nuk kanë ahlak dhe nuk kanë moral. Edebi i tyre është i ulët. Nga ato influencerë, nga ato youtuberë e tjerë, por ndjekësi apo ne duhet të ndjekim më së miri është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe për atë arsye, me do e mos, kjo është liba më e veçantë dhe më e mirë, më specifike që ne të edukohemi, që ne të arsimohemi, që ne të ngritemi. Dhe njërë nga arsye të shumta, me do e mos është arsye e dytë ajo që pas disa muajve inshallah taala me lejen e Allahut ne do të presim muajin e bekor, muajin e Ramazanit. Besimtari nuk e lejon veten që t'i kaloj koha, nuk e lejon veten që ta humb kohën, por jo, besimtari i vërtet, i sinqert, i fortë, çka i bën vetes, e përgatit veten. Sahabët, pejgamberi alayhi salatu wasalam ne edukuan dhe mësuan. Pra mendoni ku nga ato sahabët çka bënin 6 muaj para se të vinë muaji i bekor i Ramazanit, e lutin Allahun që t'i begatoj me muajin e Ramazanit, që ta presin muajin e Ramazanit, që ta presin çka? Muajin e Ramazanit në ibadet dhe adhurim. Dhe mbas përfundimit të tij
e lutin Allahun që t'ju pranojnë ibadetet, adhurimet, subhanallah, para mendone. Dhe disa muaj neve na metën dhe parashtrohet pyetja, a jemi ne në përgatitje për këtë muaj të bekuar? Por kemi edhe një përgatitje më të madhe, është përgatitje për ahiret, për botën e ardhshme, për botën të cilën të gjithëve neve na pret. Para mendone të ndershëm vëllezër dhe motra, ku duke ditur se kjo dunjë është illa mata'ul ghurur, e rreshme, mashtruese, kaluese, dhe ku ka më mirë që ne të edukohemi, që ne të ngritemi me moral. Para mendone ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shpesh herë i bënin pyetje pejgamberit të dërguarit të Allahut, dhe para mendone një pyetje sahabët, shokët e tij, ato të cilën jetonin me të, e shihnin moralin e tij, ahlakun, edebin e tij, e pyetin, ja Rasulullah, na trego se si ne ta fitojmë xhennetin, se si ne të jemi nga ato banorët e xhennetit, se si ne të jemi ato banorët e parajsës. Mendone mirë përgjigjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mësone mirë, mbane më mirë. Pejgamberi alayhi salatu wasallam përgjigjet dhe thot, taqwallahi wa husnul khuluq. Takvalluku apo frikë respekti ndaj Allahut dhe morali i mirë i bukur. Pejgamberi alayhi salatu wasallam nuk na mësoi, nuk na edukoi, nuk na tregoi, nuk na informoi që ne të vrapojmë pas dunjaje, që ne të kërkojmë pasuritë e dunjas, të cilat janë të rreshme. Nuk na mësoi pejgamberi alayhi salatu wasallam që ne çka të dashurohemi në dunja, por na tha se di mirë se xheneti, shpërblimi apo kënaqësia apo dashuria e Allahut fitohet me çka? Me takvalluk, me frikë, respekt ndaj Allahut dhe me husnul khuluq, me moralin e bukur, me moralin e mirë. Të ndershëm vëllezër dhe motra, para mendone pejgamberi alayhi salatu wassalam ishte i përshkruar në Kur'anin famlart. Para mendone se si Allahu fuqiplot e përshkruan dhe thot, Bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Me të vërtet ishte apo është shembulltyra më e mirë, apo ju keni shembullin më të mirë në pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. A ka shembull më të mirë se pejgamberi alayhi salatu wasallam? Jo. Ti merr njeriu më të dijshëm dhe krahason me pejgamberin, nuk ka krahasim as të për afërt, jo të barabartë. Merë këto njerëzit të sotëm të cilët janë kalues dhe nuk janë të vlefshëm, siç janë youtuberët dhe siç janë njerëzit me famë, nuk kanë vlerë ndaj pejgamberit alayhi salatu wasallam. Dhe para mendone ku Allahu fuqiplot, duke neve na treguar moralin e pejgamberit alayhi salatu wasallam. Para mendone nivelin, gradën në të cilën Allahu fuqiplot thot për pejgamberin, thot wa innaka la'ala khuluqin azim. Dhe në të vërtet ti je me virtytet madhore, më të larta, në ahlakun apo moralin më të lartë. Para mendone subhanallahu alazim bihamdi. Allahu fuqiplot don të na tregon, duhet ta dini mirë se ju jeni duke ndikur, duke pasuar njeriu i cili ka moralin më të lartë. Para mendone vetëm një shembull i shkurt nga pejgamberi alayhi salatu wasallam, nga jeta e tij, nga sira e tij. Para mendone para se ti vi shpallë se ai është bërë pejgamber. Ai thirrte në fshehtësinë islam, por para saj ai ishte njeri. Po para mendone pejgamberi alayhi salatu wasallam ishte i njohur me çka? El Amin. Çka? Ishte i sinqert, i ndershëm, domethënë i besueshëm. Domethënë ishte i moralit, ishte i halakut, i edebit. Por kur i erdhi shpallja, i filloi shpallja e Kur'anit. Para mendone ato donin të thrasin, jo, ky është rrejshëm, s'mundet, pse ne e dinim se ky është i sinqert, i ndershëm. Po ky mashtron, s'mundet, pse se është i besueshëm, nuk mundet. Vetëm kërkon një gjëra të cilat do e mohonin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, po e kishin zor, për arsye se pejgamberi ishte i njohur së pari çka? Me moral, edeb, virtyte më të larta të edebit. Para mendoni ku pejgamberi alayhi salatu wassalam, duke na treguar se kush janë ato më të dashurit e tij, kush janë ato të cilët janë më të afërtit e tij, dhe thot, inna ahabbakum ilayya wa aqrabakum minni yawm al-qiyamah ahasinukum akhlaqan. Me të dashurit tek unë dhe me të afërtit tek unë në ditën e llogarisë, në ditën e gjykimit, me të vërtetë, dhe në të vërtetë janë ato të cilët e kanë moralin të mirë, të bukur. Pejgamberi alayhi salatu wassalam edhe një herë nuk na tregon se afërmet apo më i dashuri im është ai i cili kërkon dunjan.
dashuret pas dunjas e tjerë. Po por është ai i cili, siç kemi thënë më parë, ai i cili e kërkon moralin e ndershëm, e kërkon moralin e bukur. Me do e mos ne e di mirë se arsyn ton pse ne jemi krijuar në këtë botë. Para mendoni ku Allahu fuqiplot thot: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Me të vërtetë, në të vërtetë, ne nuk i kemi krijuar as xhinët, as shejtanet, as njerëzit, vetëm illa liya'budun, që të adhurojnë Allahun fuqiplot, që atij t'i bëjnë ibadet. Po pejgamberi alayhi salatu wassalam neve na tregon dhe thot: pse ati i erdhi shpalli, pse ai u dërgu si pejgamber, pse ai u dalloi nga njerëzit tjerë, dhe thot: innama bu'ithtu li utammima makarim al akhlaq. Në të vërtet jam dërguar që të ngris, të përsosi, të plotsoj çka? Virtytet më të larta të moralit. Pejgamberi alayhi salatu wassalam nuk na tregoi, nuk na tha që ne ta humbim kohën në këtë botë. Jo, por duke ditur mirë se edebi, ahlaku, morali neve na duhet në çdo vend, në çdo kohë, me çdo kënd, në xhami, se si të sidhemi, në shtëpi, edebi rreth në shoqëri, edebi me familje, edebi me bashkëshortin, me fëmijët, edebi me vëllezërit, edebi në çdo rast, në çdo moment. Ne duhemi mirë që t'i dim atë gjëra. Para mendone ku Abdullah ibn Mubarak thot: "El-ilm bila adab, kan-nari bila hatab." Thot, dija pa adab është sikur zjarri pa dru. A mundet zjarri pa dru? Jo, nuk mundet. As dija pa adab nuk mundet. Para mendone ku vazhdon dhe thot: "El-adabu bila ilm, ka-ruhi bila jasad." Thot, edebi pa dije është sikur çka? Shpirti pa trup. Para mendone subhan nuk shkojnë, dhe më thonë njëra pa tjetrën nuk shkojnë. Para mendone ne ka dhe nga ato të cilët vinë dhe falen, vinë dhe agjerojnë, japin zekatin, e tjere, por edebi i tyre nuk është në vend të duhur. Edebi i tyre nuk është nga ato të cilët pejgamberi alayhi salatu wassalam na edukoi. Dhe për atë arsye, me të vërtetë dhe në të vërtetë neve na nevojiten këto mëxhrise. Para mendone ku Ibn Qayyim thot: edebi është bashkimi i cilësive më të larta të moralit, më të larta dhe më të mira tek robi, tek njeriu krijesa e Allahut fuqiplot. Para mendone ku pejgamberi alayhi salatu wassalam thot: خصلتان لا تجتمعان في مؤمن البخل وسوء الخلق. Nuk do të gjenden dy gjëra tek besimtari, dy veti. Ato është kopratësia dhe morali i keq, morali i pahishëm. Pra mendone se pari pejgamberi alayhi salatu wassalam na edukon dhe thot, na mëson, na ngrit, na përsos, na plotson moralin dhe thot: në qoftë se don xhennetin, në qoftë se don kënaqësinë e Allahut, në qoftë se don dashurinë e Allahut, taqwallahi wa husnul khuluq. Por dy gjëra tek besimtari nuk gjenden. Çka? Kopratësia dhe edebi morali i dobët, i pahishëm, duke mos thënë i keq. Para mendone ku pejgamberi alayhi salatu wassalam duke na treguar dhe thot, duke na këshilluar, duke na edukuar, se nuk ka edukator më të mirë se pejgamberi alayhi salatu wassalam. E ishte medrese i shkollë në vete. Pra mendone ku thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, ku Buhariu dhe Muslimi e shënojnë në ditën e llogarisë: nuk do të ketë gjë më të madhe, më të vlefshme, më të rëndë në mizan se sa morali i bukur i mirë. Pra mendone ku pejgamberi alayhi salatu wassalam në një hadith tjetër, në një transmetim tjetër na tregon se si ne të kemi moral të mirë. Inshallahu ta'ala biidhnihi, në me lejen e tij ne do të vazhdojmë, do të flasim më tepër për moralin, por me do mos na nevojitet një hyrje e mirë e fortë. Pra mendone ku pejgamberi alayhi salatu wassalam thot: "Ma kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Nuk beson ai në Allahun dhe në ditën e llogarisë, në ditën e gjykimit.
Falyekun lil khayra aw liyasmut. Le ta thojnë të mirën, të bukrën, të flasë të mirën, apo mos të flasë që. Pra mendon nga morali i mirë. Di i mirë se çdo gjë fillon nga fjala. Pejgamberi alayhi salatu wasallam. Dhe kjo është një hyrje e vogël me të cilën inshallah taala ne do të merremi edhe me gjërë. Por pra mendon ku pejgamberi alayhi salatu wasallam. Pra mendon pejgamberi alayhi salatu wasallam na thot, unë do të jem garant. Unë do të garantoj në ditën e llogarisë në xhennet, unë do të garantoj për një shtëpi në vendin më të mirë, më të lartë në xhennet, për atë i cili ka pas moralin e mirë. Pejgamberi alayhi salatu wassalam edhe një herë nuk na tregoi dhe tha që ne do të kemi një shtëpi më të mirë ku në xhennet, në qoftë se ne do të merremi me gjërat e kote, do të humbim kohën në këtë dunja, do të ditur se koha ishte vlefshme. Po para ka kohë më të mirë e cila dhe me thonë shoqërohet në qka? Në ilm, dhe me thonë në kërkim të dijes dhe me atë edep, me moral, ngritjen ahlakut, moralit. Pra mendone ku ne sot ndodhemi në kohën, dhe me thonë 1/4 e shekullit përfundoi me një fjalë, dhe pra mendone ku morali i mirë mbi vlerësohet, nën vlerësohet. Dhe paramendone ku morali i mirë, i bukur, i ndershëm, ndershmëria, çka? Nuk ka vlerë sot. Po për ka vlerë e keqja, kjo e pahishmja. Paramendone ku sot sonte ne gjendemi në një mezhlis të hajrit, në një mezhlis ku engjujt tani shënojnë emrat tonë. Po për paramendone sa ka nga ato të cilët ndodhen në mezhliset të pahajrit. Sa ka nga ato të cilët ndodhen në vendet ku Allahu nuk ka shëkënaqur. Dhe ne duhemi të jemi nga ato të cilët siç ishin sahabët, shokët e pejgamberit alayhi salatu wassalam, të cilët jetonin me pejgamberin alayhi salatu wassalam, jetonin me edebin e tij, me ahlakun, moralin e tij. Po ato e shihnin, kurse ne jo, ne jetojmë paramendone ku mbas 1440 viteve. Sot e kësaj dite ne kemi trashëgiminë e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Paramendone ku pejgamberi alayhi salatu wassalam mbas vdekjes së tij, sahabët, njëri nga sahabët i tha shokëve të tjerë, i tha, hajde nisi në xhamin e pejgamberit alayhi salatu wassalam, po shpërndahet trashëgimia e pejgamberit. Të gjithë vrapuan, të gjithë menduan se pejgamberi la diçka për pasurijet. Po por duke ditur mirë se derisa ishte gjallë pejgamberi alayhi salatu wassalam na edukoi dhe mësoi dhe tha, pejgamberët nuk lajnë trashëgimi vetëm se vetëm dije. Edhe paramendone sahabët vrapuan duke menduar se pejgamberi la trashëgimi, la pasuri. Po erdhe në xhami e kanë pa një mezhlis të Kur'anit, mezhlis të cilën flitin për pejgamberin alayhi salatu wassalam, dhe një nga sahabët tha, e kjo është trashëgimia e pejgamberit. Edhe ne sot po i korrim begatit e mirësit e kësaj trashëgimie. Paramendone ku po bëhet pyetja, kënë ne jemi duke ndjekur cilin person apo cilin personalitet ne jemi duke ndjekur, duke ditur se ky personalitet i cili nuk është gjallë fizikisht, është gjallë, dhe me thonë, tradita, suneti, fjalët e tija. Edhe paramendone ku në shekullin 21 ne shoqërohemi me të, edhe me dojë mos ky njeri është me i famshëm dhe me i ndershëm për ne. Edhe me të vërtet a ka përfundim më të mirë se ato me të cilët pejgamberi alayhi salatu wassalam na këshilloi, edukoi dhe mësoi. Edhe ato janë doat. Paramendone ku më parë kemi thënë se ai ishte shembulltyra më mirë. Ai ishte me ahlak dhe moral më të mirë, më të lartë. Dhe duke ditur se Allahu ja ka falur çdo gjëna para se ta bënte, duke ditur se ai nuk ishte gjënahe mëkate. Edhe paramendone ai e lutte Allahun duke i thënë, Allahumma hdini li husnil akhlaq. Allahu im me udhëzo drejt moralit më të mirë, më të ndershëm, më të lartë, më të bukur. La yahdi li ahsaniha illa ant. Nuk me udhëzon tek morali më i mirë se sa ti. Wasrif anni sayyi'aha. Dhe me largon nga morali i dobët, i keq. La yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Nuk ka kush me largon nga morali i keq vetëm se ti. Edhe paramendone një nga duat të cilin me të vërtet dhe në të vërtet ne duhet të kemi shpeshherë në shprehit tona, në fjalët tona,
në komunikimet tona është Allahumma kama hasanta khalqi hassin khuluqi. Allahu im, si që ma ke përsosur, si që ma ke plotësuar krijimin tim, trupin tim, ma zbukuro, ma plotëso moralin, edepin, ahlakun tim. Dhe për atë arsye të ndershëm vëllezër dhe motra, ne lutim atë Allahun fuqi plot, që të na bëjë nga ato të ndershëm dhe së pari nga njerëzit e sinqert. Ne lutim atë Allahun fuqi plot, që të na bëjnë nga njerëzit me ahlak moral të lartë, që të na bëjnë nga ato që të jenë të ndershëm në ndjekjen, pasimin e traditës së pejgamberit sallallahu rabbi wa salamuhu alaihi. Dhe lutim atë Allahun fuqi plot, siç na ka bashkuar sonte në këtë vend të bekuar, në xhamin, në shtëpinë e tij, të na bashkojnë në grada më të larta të xhennetit Firdaus. Amin. Astaghfirullah. Assalamu alaikum. Allahumma amin.